Mirë mëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Vila 24, sot është e mërkur, data 10 qershor, nisim një tjetër transmetim. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes e dashur, pa tjetër një tjetër i transmetim, pa tjetër recetat e reja dhe duke i përshëndetur anvisat dhe i ftojmë këtu të këndioni gatimit për të parë ato që neve do të përcjellim sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Sigurisht që do të përgatisim një kek me qeshi, them unë, por me një mix, do me thënë, përbërje për përgatitur kekun, që të na duhet vetëm ajo pakua edhe qershit. Gjithashtu gjysmë filxhan vaj dhe gjysmë filxhan ujë. Të tjerat i kemi brenda te pakua, s'kemi nevojë as për vezë, as për miell, as për vanile, as për asgjë tjetër. Janë të gjitha brenda në paketim, kështu që juve do të doni vetëm gjysmë filxhani vaj, gjysmë filxhani ujë, edhe sipas dëshirës pastaj doni këto frutat e freskëta të stinës, doni këto frutat e thata që i gjeni dhe doni copës dhe çokolade. Ashtu. Ato janë sipas dëshirës edhe sipas mundësive që keni juve në familjet tuaja. Atëre, këto janë për punën e kekut, por neve sot do të bëjmë edhe një pilaf me midhje. Ka njerëz që u pëlqejnë midhjet. Patjetër, tani fillon edhe sezoni i verës, kështu që me një oriz të mirë, përgatisim një pilaf, ose si mund ta thuash, pilaf risotto, diçka e tillë do të jetë, por në atë si thua mundësinë më të mirë, domethënë të pilafit, që këtu do të përdor, unë do të përdor këtë orizin, mund të bëhet edhe me këtë basmati, mund të bëhet edhe me karolina, por me këtë më pëlqen më mirë, karnaroli, më pëlqen më mirë. Karnaroli që është ideal për risotto, edhe me basmati, sepse zeba është maksimale e orizit. Këto ditë neve kemi përgatitur me këtë zebën, me thënë këtë lloj orizi, kështu që mendoj të bëjmë atë orizin tjetër dhe sigurisht që i shkon edhe bëhet edhe më i mirë. Tu do të kemi orizë, do të kemi këtë miksin e erëzave, do të kemi një karotë, një qep të madhe të bollshme, domethënë të cilën kemi të grir holl, vajin patjetër, do të kemi verë, se do ta shohim me verë, do të kemi cipën dhe lëngun e një limoni, ndonjë lugë gjallë në fund fare për t'i dhënë, si thua, atë shkëlqimin risottos ose pilafit, si mund ta them. Dhe ko për majdanoz, pra sigurisht edhe midhjet. Patjetër. Këto janë e përbërësi për të përgatitur këtë recetë. Në fund fare, nëse do të na ngelet kohë dhe i kemi përfunduar këto, me spinaqin e mbetur do ju tregoj, atë them, me spinaqin e mbetur që kemi neve këtu, do ju tregoj një recetë të thjeshtë që është shumë e shijshme që mund të jetë edhe si pjatë kryesore për kaluar vaktin e drekës, vetëm me djathë të bardhë, me domate, hudhra, vaj edhe spinaqin. Është një pjatë shumë e mirë, do me thënë një pjatë verore. Filloj me një herë, po Anila? Po, jo, doja të thoja që produktet që kemi sot në recetat tona, që kemi këtu mbi banakun ton, që nga vaj i ullirit, nga vera për gatim e jo vetëm, nga variantet e ndryshme të orizit, pa diskutim, ky miksi që është një përgatitje e gatshme që ne do të përgatisim një kek sot i cili nuk do asgjë tjetër, ne do të shtojmë vetëm qershi për ta bërë pak më të stinës, nga kremi i djathit, nga produktet e ngrirës, në rastin e spinaqit që do të përdorim sot, gjithçka mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranxit, në vendin ideal për të bërë pazar, aty ku ju vetëm humbasim gjatë kohës që bëjmë pazar, se zbulojmë aq shumë produkte që na nevojiten në dietën tonë ushqimore, po mbi të gjitha kujdesemi që të ushqehemi e të jetojmë shëndetshëm. Kështu që teksa shikoni recetat në ekran pas pak dhe Katarinën se si do të gatuaj çdo produkt që ne kalojmë në përduar sot, dini ku e gjeni duke u drejtuar në pikën më të afërt të dyqaneve në Ranxit që keni pranë banesës apo lagjes suaj. Atëre, të dashur anvisa, filloj me një herë dhe të bëjmë të, si thuash, do të hedhim vaj, do të hedhim edhe ujin, vaj dhe ujë. Vaj dhe ujë. Gjysëm, do me thënë, kjo është sa një filxhan, gjysëm vaj, gjysëm ujë. Okej. Pra një filxhan. E kam pak të vakët, po s'ka problem, nuk na prish punë. Hedhim, prita heqim këto mielin, nuk e di ku. Ja, ta mbajmë këtu që të kemi edhe shesh pamje më të mirë. Ja, këtu besoj, duhet jemi mirë. Hedhim këtë miksin. Dhe ndërkohë që nuk thash më përpara që duhet të kujdesim, sepse unë mendova ta bëj pak si më ndryshe, kam hedhur aty tek xhezvja 2 filxhan, më falni, 2 lugë të supës sheqer, të cilin e kam karamelizuar. Kam shuar edhe pak një lugë të supës ujë, pastaj më mbrapa. Të duhet për më duhet këtu sepse do të hedha të karamele në fund. Që kur të kthehet keku, të ketë kjo është përzierja. Një shije shumë të mirë. Mund ta vendosë pak anila që të na sheqeri i karamelizuar.
E vendosim edhe pakës. Mos duhet a ullë temperaturën? Është tek 7-a? Ule tani, sepse ajo është bërgati. Sa ajo është shkrirë, e kam përgatitur unë pak më përpara, sepse doja që ta tregonim të përfunduar, do me thënë, recetën. Ja, ky është. E shikoni me ato përbërës që neve thamë, dhe e kemi gati. E kemi gati këtë brumin e kekut. Anila, thuaj se ndonjëherë ngec goja. Jo, s'ka gjë, unë thjesht doja që të shikoja pak, sepse janë kaq interesante këto produktet që ne na lehtësojnë punën në kuzhinë, pra nëse ne do të bënim një kek ashtu siç jemi mësuar, pra duke nisur me disa produkte radhësi, në rastin e përgatitjeve të gatshme të një miksi i cili ka të gjitha brenda, sa sekonda na u deshën ne për të bërë një kek. Okej, kam boshë sepse qesën e mori kati dhe po e përdor, po ndërkohë gjeni pikërisht me këtë emër dhe do doja thjesht të shikoja se çfarë ka në përbërjen e tij dhe nis pikërisht me të gjithë përbërësit që duhen gatimit të një ëmbëlsire, të një keku të thjesht me sheqer, me miell gruri, nisesht e gruri, ka qumë shplur të skremuar, ka vezën e dehidratuar, gjithashtu ka hir pluhur pjekës, pra që do të thot i ka të gjithashtu edhe kripën apo aromatizues të tjerë që një keku i duhen. Me një paketim të tillë, një rrahje në një enë, në tavën e kekut, në furrë dhe është gati në shumë pak minuta. Për 35-40 minuta faktikisht do ta kemi gati. Tani, të dashuran visa, unë ju thash që këtu kam vendosur sheqer, e kam bërë gati faktikisht, sepse nuk është diçka që nuk dihet, kemi bërë dhe herë tjetër, e kam lyer me gjalp, i kam hedhur edhe pak miell dhe do të hedhim tani qershit. Që i ke hequr bërthamën? Po, patjetër. Po dhajmë qik si tepër unë qershi me thënë të drejtën, Anila. Kemi shumë? Kemi shumë. Nuk i bëndëm, fruta janë, pra në tem, nuk i bëndëm, mirë i bën, ajo që do të më bëj, do me thënë qershit, që të bëjnë akoma edhe më të shishme, do tjetë ky sheqeri karamelizuar. Po, pra. Edhe do të bëjt një kek ndryshe. Do të shikoni në fund fare, kur do të kthejmë, se sa i mirë bëhet ky kek. Tani. Ajo që ngele, edhe brumin e kekut. Sa i mirë brumi? Shumë mirë dhe aromë të mirë. Ato qëfar të duhet i qka nga unë? Jo, s'ka problem, se thash merja të marizën, po edhe kjo luga do e bëj punën e vetë, që mos në ngelet as pak këtu tek ena. Ka që mirë është që ta konsumosh edhe kështu. Jetë një shije shumë të mirë. Okej. Dhe keku në është gati për në furrë. Bëjmë shpërndarjen në të gjithë tavën. Do kujdesemi për temperaturën e pjekjes. Ne kthehemi në pjesën e dytë dhe e dini që në kuzhinë qëndrojmë deri në orën 10 dhe aty do ta kemi gati të pjekur. Patjetër, ndërkohë fura është e ndezur, tham në temperaturën 170 gradë dhe do ta lëm 35-40 minuta, do ta shikojmë gjatë kohës që ne do ta kemi në furrë. Okej, mirë. Ndërkohë që çojmë keku në furrë, lexojmë recetat në ekran. Recetat që kemi sjell këtë ditë të mërkurë, të parën sapo e kemi përfunduar, ndërkohë do të nisim pilafin me midhje. Na duhen 500 gram midhje, 2 filxhan çaj oriz, 4 filxhan çaj lëng perimesh, një qep, një karrot, një gotë verë e bardhë, do të na duhen erza të freskëta si kopër dhe majdanoz, qep të njoma, lëng limoni, një lugë supe me miks erzash, vaj, krip edhe piper. Këta janë të gjithë përbërësit që sjellin kështu një risotto verore me midhje. Sa po e vendosëm në furrë dhe të gjithë përbërësit e këtij keku që ne kemi përgatitur sot janë si më poshtë, një pako mix i gatshëm për kek, do të na duhet gjysmë filxhan çaj me ujë dhe gjysmë filxhan çaj me vaj pikërisht për të përzier atë pluhurin e gatshëm të kekut, 300 gram qershi të pastruara nga farat dhe vendosur pikërisht në fund të tavës. Aty kemi shtuar edhe 2 lugët sheqer të karamelizuar më parë dhe të gjithë masën e brumit të kekut përgatitur, pra siç tham, me miksin e gatshëm. Dhe në pak minuta keku ynë do të jetë gati, aq sa kohë do t'i duhet për t'u pjekur. Do të shohim se do jemi me kohën, do të përgatisim edhe një recetë të tretë me spinaq, të cilën po e lëm për momentin duke parë, duke bërë. Pra se ndonjëherë prezantojmë shumë edhe në varësi të kohës televizive, ndonjë gjë na mbetet pa e përfunduar, pa e përgatitur, pa e gatuar, kështu që le të fokusohemi te 2 recetat që pam në ekran, që të jemi edhe ne në rregull dhe korrekt me atë që shfaqim dhe atë që gatuajmë këtu. Atëre, unë do të përdor një filxhan
ta them, një të madhe. Është ta kemi si mas. Po. Edhe do kemi 2 lëngë perimesh, unë për momentin do kemi këtë miksin e erëzave. Ashtu. Kishtë orizi, ju do të kaloj për larje tani. Të lutem verse, vajnë mund të më hapësh Anila të lutem. Dhe do të fillojmë duke bërë, do me thënë, fillimisht, ka vërdisjen qepën, do të ndajmë në 2 pjesë, do me thënë këtu të pjesa që do të hitet orizi. Një pjesë këtu. Edhe një pjesë këtu që do të bëjmë, si këtu ashtë lëngun me perimet, dhe neve thamë që kemi për momentin këtë pjesën e miksit të erzave. Edhe vajnë e ke gati? Edhe midjet këtu të ky lëngu. Kështu që vajnë e kemi gati, do të hedhim veç se duhet të rrisim temperaturën. Pak vaj tek njërajnë, pak të tjetër. Që të na zbuten. Vendosëm të enën pak më të vogël, sepse dua që edhe të ketë mundësi që të dyja vatrat të punojnë, të funksionojnë. Edhim qepën fillimisht. Do të zbutim me krip. S'ka gjë marim të kripën këtu. Kemi krip nga në randë, kemi kripën e madhe, por hajde mos marrë kripën e madhe. Po mirë, s'ka gjë me që i kemi atë. Kemi edhe krip të vogla dhe të mdhajë. Kemi edhe krip të bardh, edhe krip roz, edhe krip me ngjyra të tjera. Tek në randë ka kripa shumë ngjyrash dhe secila prej tyre ka origjinën e vet, ka vlerat e saj ushqimore, ka mënyra të ndryshme të paketimit, që nga 1 kilogram siç është kjo që ne kemi këtu në studio, por edhe në formën e mbullive më të vegjël që i bluani në moment, është ajo kripa në formën e kristaleve, që ndër të tjera është shumë e rëndësishme për shëndetin, kripa kur është edhe cilësore dhe ka vlerat e saj të rëndësishme. Do të shtojmë edhe karotën. E shtojmë të që në fillim fare. Do të lëm pak tani që të na zbutit, të na ngrohet. Ndërkohë edhe qepa, të njëjtën gjë, do me thënë këtu që kemi vendosur, sepse këtu dua që të shtoj midjet, duke i bërë një zbutje të lehtë, midja nuk do shumë kohë, thjeshtë do një 3-4 minutës që të bëhet gati, por ndërkohë që bëjmë me qepën dhe me këtë miksin e erzave, aromatizohen, edhe na bëjnë shumë të shishme. Do të shtohet lëngu tek pilafi që të bëhet gati dhe midjet do t'i hedhim në momentin e fundit, nuk do t'i hedhim që në fillim fare, nuk e fillojmë të kavërdisim, prandaj e bëjmë më vete kavërdisjen e qepës, të karotës, të orizit, që do të shuhet edhe me verë, dhe më vete bëjmë këtë pjesën e lëngut me midjet, i aromatizojmë midjet, nxjerrim atë shijen dhe lëngun e midjeve, dhe hedhim në momentin e fundit, do me thënë, pasi kemi shtuar lëngun e parë, do të jetë në momentin e fundit që do të shtojmë lëngun e fundit, ku do të qëndrojë 1-2 minuta që të lidhet bashkë me orizin. Ndërkohë unë bëj dhe një shplarje të orizit. Raporti 1:2. 1:2. Pra pavarësisht se do ta kemi në formën e risottos, do të na ndihmoj kjo tenxherja e dytë ku do të gatuhet më vete qepa me midjet edhe me lëngun e perimeve për ta bërë besë do jetë pak më e lëngshme apo jo. Pra do të kemi një oriz me midje në formën e risottos, e quajmë risotto, meqense s'kemi ato pilafin klasik tonin thjesht me lëngmishje apo me të skuqur me gjalp apo me vaj, vjen në një mënyrë ndryshe për t'i dhënë më shumë shije natyrisht dhe për të sjellë një pjatë ndryshe që nuk ka edhe shumë përbërës, pra kemi qepën, karotën edhe orizin, përbërësi shtesot është midja, që ndërkohë jemi në verë, kështu që janë produktet e derit ato që ne do t'i kemi më shpesh në tryezat tona, preferojmë shpesh t'i konsumojmë jashtë, por edhe kur i gatuajmë në shtëpi, janë po aq të shishme, edhe ka një tjetër lezet kur i gatuajmë me duart tona dhe sjellim një drek që të fton ta konsumosh. Kati? Urdhë? Unë jam gati tani, sepse edhe orizin e lëm pakës fare të kulloj, ndërkohë që edhe qepa jonë këtu me karotat po na bëhet gati. Edhe qepa këtu të pjesa që neve do të shtojmë midjet. E kemi gati edhe këtë pjesë. Sigurisht që do të më duhen pak më e madhe, po thash që me qëllim që vatrat e sobës t'i kemë, do me thënë... Po, mos kalojnë të njëra tjetra. Ashtu, kështu që hedhim midjet. Ti kullojmë faktikisht se këto midjet të lëshojnë lëshojnë lëngun e vetë, po. Se nuk kemi nevoj për lëngje më këtu të...
edhe këtë miksin e erëzave do ta hedh këtu tek midjet, më shijohen midjet, dhe ta bëhet një lëngë i shishëm. Okej. Lëngun pastaj do ta masim me enën që neve përdorëm. Me të njëjtin tas që shplam orizin, edhe matëm orizin. Gjysmë e gjysmë që mos ta hidhja të gjithën këtu. Okej. I lëm pak, do me thënë që të na ka vërdisjen lehtësisht. E kemi gati. Tani nuk duhet të ka vërdisje erën. Me një na erdhi ajo era, ndjesia e erës së detit të mirë. E kanë karakteristike. E ndjej dhe më pëlqen shumë. Tani fillojmë dhe bëjmë, si thuash, ka vërdisjen e orizit. Të na shkëlqej. Midjet, na bëhen gati, nuk ka nevojë që t'i lëmë më tepër. Këtu kam ujin e nxehtë, në cilin do ta masim. Duhet ujë i nxehtë për të hedhur. Një. Edhe një, dy. Okej. Kështu jemi në rregull edhe me raportin që kërkon. E lëmë që të marri një varë dhe e fikim, thjesht e duam që të kemi ujë të ngrohtë. Do me thënë lëngun e ngrohtë nga midjet. Këtu tek pjesa e orizit, do të shtojmë tani edhe piper. Okej. Do të shtojmë pak kopër edhe majdanoz në këtë moment. Edhe pjesën tjetër do me thënë do ta kemi në momentin e fundit që do ta servirim. Ta lëm pak që të na ngrohet. Do duhet t'i gërim imët, erëzat. Pak kopër, pak majdanoz. Vera, kur shtohet? Ja, tani. Të hedh pak këto erëza. Para se të shtojmë ujë me Po, midje, me... ose duhet të shuhet. që të avulloj alkoli. Në kuptaj. Se po ta hedhim tani neve lëngun dhe të hedhim verën, vera do ta hidhëroj. Prandaj themi që e hedhim verën dhe avullon alkoli. Okej. Ndihmojmë pak me këto erzat. Shiko, ka mënyra të ndryshme, kjo është mënyra ime që unë po e sjell. Jo, i qartë, thjesht për verën pyeta, sepse Jo, ju të gjithë e përdorni në gatim, dhe ndoshta e doa të momentin edhe pikërisht që të shuhet, siç e quani ju kati në gjuhën e gatimit. Që është e vërtet Anila, do doja t'i hidhja pak gjalp. Do pak gjalp. Nëse ke mundësi që tash se kam dhe duart me erza, sepse gjalpi i jep shumë shije, do hedhe pak në fund fare, po pak tani pak në fund fare, kështu që të kemi mundësi tani të më lëshoj këtë shijen e mirë gjalpi. Ashtu. Po mund ta marrë. Shkrin gjalpi dhe na lëshon një aromë të mirë dhe sigurisht që na e bën edhe të shishme. Tani është momenti që do ta shuajmë me verë. Verë, po. Kjo është një lloj vere që është enkas për gatim. Nuk është, do me thënë që është e bardhë plotësisht, por është, do me thënë, një verë që është për të gjitha llojet e gatimeve. Është, si thua, një tip roze e ëmbël, e lehtë në të bardhë. Okej. Kjo na ndihmon, po në të gjitha llojet e gatimeve mundet të përdoret vera në mish apo në peshk, shpesh na thuaj që orientohemi nga ngjyra, pra peshku me të bardhën, mishi i kuq me të kuqen, po duke qenë se ka ndryshuar, kur i kemi një produkt, si në rastin e verës, që është për të gjitha llojet e gatimeve që duan verë, jemi okej dhe nuk rrezikojmë të mendojmë se po bëjmë një veprim që nuk është i duhur, apo po shtem një përbërës që nuk i shkon mirë shijes edhe kombinimit me produktet e tjera në tenxhere. Tani e trazojmë edhe pak, sa të jemi të siguruar, do me thënë që ka avulluar alkoli.
Edhe do të shtojmë lëngun në mënyrë graduale, pra do të shtojmë vetëm lëngje dhe jo midhjet. Po. Midhjet i shtojmë në fund. Po, në fund Pra fare. kjo bëhet që të mos gatuhen më shumë se ç'duhet. Mos të gatuhen më tepër se sa duhen. Prandaj edhe sa merr val tani që të filloj domethënë që të marri val, ja shikoj midhjet kanë qëndruar në fund. Ky është lëngu që ka dalë domethënë nga ajo kavërdisja e qepës edhe e midhjeve. Do përdoret Janë shijuar midhjet sepse kemi shtuar brenda edhe këtë miksin e erëzave. Sa të marri val, ne do të fillojmë që të shtojmë këtu në mënyrë graduale dhe pastaj do ta fikim sopën, do ta kemi të nxehtë dhe në momentin e fundit, sepse orizi do rreth 20 me 25 minuta që të na bëhet gati, kështu që nuk duhet ti teprojmë në zierje. E këtij gatimi nuk jemi tek pilafi që ja shtojmë të gjithsesi ne mbulojmë me kapak ulim temperaturën. Do shtojmë pak e nga pak duke e trazuar. Si tip risotto ja. Risotto, po. Që të mbetet edhe pak me lëngje, edhe të jetë ajo pjata kremoze e orizit. Kështu që do pak më shumë durim ky gatimi. Po, duhet të qëndrojmë mbi tenxhere. Po, e kuptoj. Që është e vërteta, se është një gatim që do për kushtim. Sa të filloj domethënë të bëj këto thithjet e para të lëngjeve, do të fillojmë të shtojmë përsëri, por shtojmë veç se lëngje dhe jo midhje. Rezultati në fund është shumë i mirë, bëhet i shishëm, dhe ndërkohë këtu në fund fare, përveç se këtyre shtohet edhe parmigiano në fakt, edhe pse është midhje. Pakës fare, domethënë për t'i bërë atë diferencën. Në pjatë ama, apo në fund të gatimit? Në fund të gatimit, me pak gjatë edhe atë, domethënë është mirë. Shumë gjë mirë. Tani, ne i bie që do të qëndrojmë duke shtuar... Tani e fikim këtë. Okej. Duke i shtuar pak e nga pak lëngje e midhjeve. Është momenti që të bëjmë një shkëputje publicitare për të kthyer përsëri Kati në kuzhinë. Deri atëherë besoj që keku do t'jetë drejt pjekjes. Do të nisim një recet tjetër gjithashtu me spinaq, me krem djathi, me domate dhe me hudhra, të cilën do ta nisim edhe përfundojmë në pjesën e dytë dhe besoj edhe me risotton do të jemi drejt përfundimit të zgjerrjes së orizit dhe do të kthehemi pikërisht në momentin që do duhet të shtojmë edhe midhjet, se ai është moment që edhe duhet ta tregojmë dhe duhet ta shohim pra për të kuptuar kur është momenti për ta përfunduar plotësisht këtë gatim. Të gjitha do t'i ndajmë me ju live pas pak, shkojmë në një hapësirë publicitare, në kuzhinë ju presim në pjesën e dytë bashkë me Katin. Jemi këtu, nuk lëvizim se na digjet risotto. Kthehemi pas pak. Unë do t'jem këtu. Anila ja poshtë. Shkojmë reklamat. Janë ku jemi në studio për sërim, rikthyer në transmetim të drejt për drejt, kemi gati Kati. Jemi gati për punën e risottos, po më përpara me që se kemi atë kohën, Anila, unë mendova që kam nxjerrë këto spinaqe, domethënë, edhe le t'i vendosim që të na bëhen, domethënë. Okej, pra do të bëjmë një recet tjetër në këto momente, recet e cila kërkon krem djathi, domate, hudhra, vaj ulliri, krip piper dhe spinaq. Edhe spinaq. Okej. I kam e vura të ngroj pak tigani. Edhe nisim me një herë skuqe e hudrave. Ashtu të nxjerrë këtë aromën e hudrave dhe hedh me një herë. Kjo bëhet për të nxituar recetën, jo se. Tani, na kanë ngelur këto të fundit, do t'i hedhim të gjitha. Nuk ka problemi, hedhim kështu si qanë me gjithë pjesën e akullit. Është spinaqi i ngrirë. E përfunduam si paket. Kemi bërë 3-4 gatime. E vërtet. Kjo është gjemi që me byrek, kemi bërë disa gatime, sepse ky paketimi i madh i spinaqit të ngrirë që i gjeni tek në ranci është 2.5 kg. Kështu që do t'i hedh pak ujë që të më ndihmojë, domethënë. Ta sjellun ujin. Po, Anila, pak ujë duam që të hedhim që të ketë mundësi të shkrijë. Shumë pak të solla, nuk e di nëse do më shumë se aq. Jo, kam hallë që hudhra mos digjet. Mos të digjet. Okej. Është mjaftueshëm, s'ka nevojë për më tepër. Do ta lëm tani këtu.
edhe ajo do të jetë gati. Në momentin që do të filloj që do të shkrit, do të shtojmë edhe domatin të cilën e kemi të freskët, kemi hequr pjesën e cipës, e kemi domate tukle, nuk ka shumë fara, të prerë në kubik të vegjël, do t'ja hedhim sipër dhe më mbrapa ajo që do t'japi shumë shije dhe do t'a bëj shumë të mirë, do t'jetë djathi i bardhë të cilën dhe këte e kemi në kubik të vegjël dhe pak vaj ulliri për t'a serviru. Në fund, okej. Një recetë e thjeshtë e shpejt, por s'kemi hedhur edhe krip, edhe piper, dhe i lëm tani që të bëhet avash dhe rikthehemi këtu te risottoja. Rikthehemi tek risotto sepse aty e kemi lënë punën pikërisht tek mënyra e përgatitjes së risottos, e cila recetë e cila e do atë lëngun e midjeve të aromatizuar pjesë dhe në fund fare do të shtojmë midjet, të cilat janë gatuar më vete. Po, i kemi gatuar më vete, veç se për 3 minuta, tani bëhet një bashkim me midjet edhe me erzat, do t'i shtojmë pak gjalp, orizi na është bërë gati, sepse thamë 20-25 minuta do orizi që të bëhet gati. Neve sigurisht gjatë kohës treguam mënyrën se si do të veprohet për të shtuar lëngun nga midjet te pjesa e orizit. Tani është momenti, do me thënë që orizi ishte bërë gati dhe kemi shtuar pjesën e fundit të midjeve, duke shtuar edhe cipën dhe lëngun e limonit. Dhe pjata është gati. Edhe pjata është gati, ku do të shtojmë edhe pak gjalp këtu, Anila. Po, për ti dhënë atë, shien përfundimtare gatimit, një gatim ky i cili duhet të konsumohet i ngrohtë, pra me njerë sapo e përgatisim. Shion edhe më shumë, që mos filloj të mpikset më shumë lëngu se ç'duhet, do me thënë ato lëngjet që ka ruajtur vetë orizi të jenë aty në pjatë, të jetë një pjatë kremoze. Thamë në pjesën e parë që është një pjatë që sipas dëshirës mund t'i shtoni edhe pakës djath parmigiano, nëse doni ta plotësoni apo t'i shtoni një ekstra shije, megjithatë, edhe kështu siç është tërësisht në rregull. Shija e midjeve është ajo që duhet të mbizotëroj në fakt në këtë recetë. E hapi, do me thënë, duke punuar në këtë mënyrë që të vej, tani kemi fikur më sobë, nuk ka nevojë që të qëndroj më tepër. Edhe e kemi gati për ta serviru. Më përpara, zakonisht to serviren kështu si që janë të ngrota. E vërtet? Të hedhe pak. Okej. Ne do ta fikim komplet këtë pjesën e sobës. Fikim edhe e lëmë thjesht për të Edhe ruajtur me që thashë risotto pilaf, do ta mbuloj me një 50 buzhine për të më thitur ato lëngjet. Edhe do ta kemi gati pastaj kur të rikthehemi këtu te risottoja për ta serviruar, të tregojmë me thënë atë mënyrën përfundimtare. Heqim këtu dhe shikojmë pjesën e... Kemi vendosur në furrë një kek të përgatitur shumë shpejt, me një paketim të një miksi të gatshëm për përgatitjen e kekut, që e gjeni tek në ranxi. Ajo që kemi bërë për t'i shtuar disi një shije më sezonale, është ajo prekja që është bërë me qershi. Ndaj, do t'a kemi pas pak gati dhe do t'a tregojmë edhe se si do t'i jetë keku i përfunduar. Këto kanë qenë 2 recetat kryesore për sot, ndërkohë që për një vakt të shpejt, qoftë për drek, por edhe për mbrëmje, spinaqi është i lehtë, kështu që mund të konsumohet edhe në mbrëmje, është kjo receta që po sjellim tani. Në vaj ulliri të grir imët kemi nisur gatimin me disa thelpi hudhër, e më pas kemi shtuar kubikët e spinaqit të ngrirë, që do t'i lëm pak kohë së bashku me domaten të shkrin plotësisht dhe të gatuhen. Tani edhe domatja do t'i ndihmoj, do me thënë, s'ka nevojë të shtojmë lëngjet të tjera, kemi lëngjet e domates, të cilat do t'a bëjnë, do me thënë, do t'japin shumë shije, dhe më mbrapa në momentin që do t'jetë zbutur plotësisht spinaqi, bashkë edhe me domaten, do të shtojmë djathin dhe pak vaj ulliri për ta serviru. Është gati. Një recetë e thjeshtë, shumë e shpejt, por dhe shumë e shijshme. Një kombinim shumë i mirë i domates dhe i spinaqit me hudhërën, me vajin e ullirit edhe me djathin e bardhë. Janë nga këto recetat e shpejta, mjafton që të keni spinaqin edhe është okej e gjitha. në rregull. Rikthejmë në ekran recetat, shohim të gjithë përbërësit që na janë dashur, me që se jemi në përfundim të gatimit të secilës prej recetave, pilafi me midje, i cili është thjesht duke pushuar dhe pas pak do ta kemi në pjatë, kërkon 500 gram midje, 2 filxhan çaj oriz, 4 filxhan çaj lëng perimesh. Kemi një kokorqep, kemi një karot,
një gotë verë të bardhë, kemi kopër, majdanoz, qep të njoma, lëng limoni, një lugë supe miks erzash, vaj, krip dhe piper. Receta tjetër që sot vjen nga Vila 24 është një recetë e thjeshtë e ëmbël verore, është një kek me qershi. Ne kemi sjell sot me një pako miks të gatshëm për kek, me gjysmë filxhan një çaj ujë dhe gjysmë filxhan çaj vaj, pra është bërë përzierja e të dyjave së bashku për të holluar pluhurin e miksit të gatshëm edhe për ta kthyer në një brum keku. Më pas kemi bërë gati një sheqer të karamelizuar dhe kemi pastruar qershit nga bërthama. Është shumë i lehtë në përgatitje dhe është një ëmbëlsirë që shijon shumë nga të gjithë. Është momenti tani që të shërbejmë në pjatë risotto me midje. Anila, t'i lëm kohë pak spinaqi dhe domates të na bëhet gati dhe afroj këtu pjesën e gjellës, do me thënë të risottos ose thash risotto pilaf, sepse dhe mënyra se si e përgatisim nuk është fiks si puna e risottos, është pak si më ndryshe. Edhe dhe pakës nga këto midhjet si. Edhe e kemi gati. Aromën e ka shumë të mirë. Aromë, pjate, deti, disa erza të freskëta nga sipër, sipas dëshirës suaj. Dikush preferon më shumë kopër, dikush preferon më shumë majdanoz, dikush e do më të thjeshtë, ndaj një pjesë e mirë e erzave preferohet që të shtohet në pjatë. Okej. Në ngjiten. Të lumë shënduar. Faleminderit e dashur. Të lumë shënduar. Kjo ishte. Është gati. Me kekun çdo bëjmë, do ta nxjerrim nga furra? E ka plotësuar atë minutazhin e vet? Po, ja të bëj një përzierje këtu edhe sigurisht që do ta nxjerrim. Vetëm me rakun që sa do të jetë gati keku për të kthyer edhe për të parë pak. Shiko, ne do ta kthejmë Anila live jemi, nuk ka problem, do me thënë si minutazh, ndoshta mund të doj dhe pak ja të shohim. Kemi kohë rreth 7 minuta gati, kështu që besoj se spinaqi do të jetë gati në aq kohë. Po. Në fakt, Anila do doja pak vaj ulliri, do me thënë që ti japin çik kështu atë shkëlqimin e fundit. Edhe. Okej. Tani këtu te pjesa e kësaj, do të shtojmë tani edhe djathi. Dhe thamë që dhe këtu do të shtojmë pak vaj ulliri në fund fare. Po. Erza, i duhen, apo? Jo, nuk do të përdor veç te piper të zi. Kam përdorur këtu Anila, hudrën, piperin e zi, nuk ka nevojë, do me thënë ta trazoj me erza të tjera. Thjesht këtë spinaqin të cilin thamë që e duam të jetë kështu i freskët ose edhe i ngrirë, pra bëhet një pjatë e shpejt, por bëhet shumë e shishme. S'ka nevojë, është mjaftueshëm vetëm spinaqi, domatja, hudhra, vaj, kripa, piperi edhe djathi. Po. E sjell më thjesht, më ndryshe. Hedhim edhe djathin, që të ketë mundësi, do me thënë dhe djathi të na shkri pak bashkë me... Të duhet një lugë? Ja, me kam këtu se djathi është në hirë. Kemi djath në kubik, ku mendova se ishte tani po e shikoj, është djathi në kubik, mendova se ishte krem. Djathi i coptuar. Okej. S'ka nevojë as dhe ta coptosh, nga që tek në ranzi është dhe paka shumë e ngjashme kjo kutiza e kremit të djathit, por jo, kemi djathin në kubik. Edhe kjo Anila është e mirë sepse siç e shikoni, domethënë përdoret edhe s'ka nevojë domethënë të thërmohet edhe kjo në për sallatra të ndryshme, në gatime të ndryshme, e kemi gati dhe e përdorim dhe e shijojmë kur thotë. Në djath shumë i mirë. Po, do ta lëm edhe pak tani me pjesën e djathit, duke shtuar tani edhe vajin. Po. E fundit. Okej. Se nuk është se hodhëm shumë vaj në fillim fare. Edhe për arsye se tigani im ishte i nxehtë. Po. Edhe ha me çapa këtë gjellë. Me çapa. Se mos të shijoj tani kjo. Okej. S'ka nevojë, thjesht pak piper.
dhe do ta kemi gati për ta Dhe serviruar. kemi gati. Një vakt i shpejt. I shpejt, Edhe i shishëm. i thjesht, i shishëm, i shëndetshëm, mund të Po, them, e vërtet. sepse me pak përbërës. Spinaq, Dhe hudra, ekonomik. domate dhe djathka. Edhe shion vërtet shumë. Po ju kujtoj shkurtimisht, ndërkohë që bëhemi gati për të nxjerrë edhe kekun nga furra, se mund të na rigjeni nëse doni të rishikoni ditën e sotme, gatimet e recetave që kemi prezantuar, por edhe të ditëve të kaluara, të sezoneve të kaluara. YouTube-i mbetet një arkiv shumë e mirë për të edhe për ne këtu në fakt, sa herë që duam të rikujtojmë apo të rifreskojmë receta që i kemi bërë deri më tani, dhe sikur që është një arkiv shumë e mirë edhe për ju, sa herë që doni të merrni ide të reja gatimi. Ndaj mund të klikoni në dy kanalet tona zyrtare, në kanalin zyrtar të News 24, është pikërisht ajo që po shohim në ekran në këto momente, aty kemi gjithçka që sjellim, natyrisht edhe recetat, të cilat vijnë të detajuara, të përshkruara me të gjithë përbërësit dhe mënyrën e gatimit, natyrisht duke klikuar videon, dëgjoni edhe Katerinën dhe shihni çdo veprim që ndodh këtu në kuzhinë. Të njëjtën gjë gjeni gjithashtu edhe në kanalin zyrtar të Vila 24, por aty jemi më lehtë për të gjetur, sepse nuk do duhet të kërkoni nëpër video të ndryshme. Jemi vetëm unë edhe Katerina dhe gjithçka që vjen në 5 ditë të javës në transmetimet tona të përditshme. Natyrisht që edhe në Balkan Web do të mund të gjeni gjithçka tjetër që ju dëshironi, por edhe gatimet tona, recetat, bisedat, edhe shijet, Edhe kekun. edhe kekun, po, Ja të mendoset shikojmë. dhe... Tani, Të shikojmë kekun. e mira do të ishte që do kishte qëndruar, të kullonte, por e dim që të gjithë jemi kurioz të shohim se si... Se si na bëhet. Se si na bëhet, po, dhe kemi Edhe thamë që qershin. neve kemi hedhur qershi, po edhe kjo, të me thënë, është bërë shumë e mirë. Është ajo që thënë. Qershit janë kthyer si kompost të si reçel. Si reçel. Shiko, tani, ç'është e vërteta, kjo duhet të qëndronte të mpijej. Patjetër. Neve e kthyem, por të bën zili që ta konsumosh. Vetëm një pastrim aty anive. Atëra, ne e kemi zgjedhur ta bëjmë. Jo ky lloj kek, po të gjitha llojet e kekëve, domethënë që dalin nga fura, është mirë të qëndrojnë një 5 minuta të paktën edhe pak më shumë, dhe pastaj ta kthejmë nga ana tjetër. Ne e kthyem tani, nuk e di. Ne e kthejmë sepse do duhet ta tregojmë atë që bëjmë gjithmonë. Por që del shumë i shishëm dhe shumë i mirë, domethënë mënyra se si neve përgatitëm. Kati, ta shërbejmë edhe spinaqin se 2 minuta kohë kemi. Ta vendosim edhe pjatën e tretë këtu pranë 2 të tjerave, edhe pak e nga pak. Të themi miru pafshim? Të themi miru pafshim. Mirë, Po do shihemi nesër prap. Çdo gatuajmë nesër, e ke menduar apo akoma? Me kismet zoti. Pse? S'kendar asgjë? Shiko, mund të bëjmë një byrek sepse s'kemi bërë. Aha. Me çfarë? Shiko, Byreka? Mendoj të bëj një byrek tradicional, Anila, që bëhet me mishin e pulës dhe vetëm me qep. Vetëm qep dhe mish pule dhe piper të zi. Ashtu, po mirë e sjellim. Ta mendojmë. Bëhet shumë i mirë. Dhe bamje. Meri bamje të gatuajmë bashkë nesër, sepse do të bëj bamje jahni, pa mish. Thjesht qep domate? Qep domate, edhe mënyrën se si do ta bëjmë, ajo është që do ta bëj të veçantë. Okej. Tani, po ja afroj pak edhe, po, hidhi, ta vendosim këtu edhe spinaqin. Ja, si tham, do ta ham me çap, se s'kemi hedhur gjë brenda. Do ta ham, po. Okej. E vendosim aty edhe... Mos të djegani, Lia. I hedhim një sy të fundit të gjitha recetave për sot. Këto kemi sjell këtë ditë të mërkur, duke shpresuar që na keni ndjekur edhe keni mbajtur shënim recetat tona, pse jo të mos i gatuani, të shijoni njësoj si ne, duke ju kujtuar se produktet me të cilat ne kemi gatuar i gjeni duke bërë pazarin tuaj tek Neranzi. Duke të falenderuar Katerin të lumshin duart edhe për sot. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit e ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina miru pafshim. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Edhe këtë pjesë, domethënë të pilaf risotto, mënyrën se si unë e solla pak më ndryshe, domethënë në mënyrën që se si mund ta gatuani dhe ju në shtëpiat tuaja, jo të një shefi, po në mënyrë domethënë më shtëpiake. Po. Gjithashtu edhe kjo me spinaq shumë e mirë dhe shumë e shijshme, edhe ky keku vërtet i mrekullueshëm, provojeni dhe do më kujtoni. Miru pafshim, kalofshi bukur. Shkojmë në publicitet.
Thehemi me të ftuarin e parë për sot, me Alkend Çuko, nutricionisti pranë Institut Kulinar në Ranci është këtu. Jemi ganti për të nisur një tjetër bisedë të rëndësishme shëndeti pas reklamave.